Nata kur shtëpia shpërtheu, britma, ulërima dhe ndërprerja e heshtur e Big Brother Kosova. Ka net që në shtëpinë e Big Brother Kosova rrjedhin ngadalë, mes rutinës, bisedave të cekta dhe tensioneve të zakonshme. Dhe ka net që shënohen. Net kur gjithçka del jashtë kontrollit, kur zërat ngrihen mbi rregullat, kur emocionet thyen kufit dhe kur edhe vetë produksioni detyrohet të ndërhyjë. Një natë e tillë ishte ajo kur shtëpia u mbush me ulërima, britma, përplasje dyersh dhe kaos emocional, duke kulmuar me vendimin ekstrem, mbylljen e transmetimit live. Gjithçka nisi gradualisht, si një stuj që lajmërohet me erë të rënë. Një debat i vogël, një fjalë e thënë gabim, një ton më i lartë se ç'duhej. Por këtë herë, tensioni nuk u shua. Përkundrazi, u ndez. Zërat u rritën, fytyrat u skuqën dhe atmosfera u bë e rëndë, e mbytur, gati e padurueshme. Në qendër të kësaj përplasje ishte Suanita, e cila në një moment humbi kontrollin emocional. Britmat e saj çan heshtjen e shtëpisë, jo si pjesë loje, por si shpërthim i brendshëm. Zëri i saj u kthye në ulërim, një klithmë që nuk kërkonte përgjigje, por dëgjim. Banorët u shtangën. Disa u afruan, të tjerë u tërhoqën instinktivisht, si për të mbrojtur nga një valë që nuk dinin si ta ndalonin. Në kulmin e këtij momenti, derën e dhomës e përplasi Cilmani. Zhurma e fortë u përhap nëpër shtëpi si një goditje alarmi. Ishte një akt impulsiv, i mbushur me nerv, që tregonte se situata kishte kaluar nga debati verbal në shpërthim fizik të emocioneve. Dera nuk ishte më thjesht një objekt, u bë simbol i kufirit të thyer. Produksioni reagoi menjëherë. Muzika u ndez papritur. Një muzikë e fortë, artificiale, që synonte të mbulonte zërat, të zbutte kaosin, të kthente kontrollin. Por muzika nuk i fshiu dot britmat. Ajo vetëm sa i theksoi më shumë, duke krijuar një kontrast të frikshëm mes realitetit të dhunshëm emocional dhe përpjekjes për normalitet televiziv. Banorët e tjerë reaguan secili në mënyrën e vet, disa u përpoqën të qetëson. In situatën, me duar të ngritura, me fjalë të buta që humbnin në zhurmë. Disa të tjerë u mbyllën në heshtje, duke kuptuar se çdo fjalë mund të ishte benzinë mbi zjarr. Ishte një moment ku askush nuk dinte saktë çfarë duhej bërë. Në këtë kaos, Dolce u dëgjua qartë, me një zë të prerë, autoritar. Mos flisni. Nuk ishte një kërkesë. Ishte një urdhër emocional. Një përpjekje për të ndalur rrëshitjen drejt një pike pa kthim. Fjala e saj u tha me forcë, jo për të dominuar, por për të mbrojtur situatën, veten, ndoshta edhe të tjerët. Por ishte vonë. Shtëpia kishte kaluar tashmë pragun. Kamera vazhdonte të regjistronte, por ajo që po ndodhte nuk ishte më thjesht për publikun. Ishte reale, e papërpunuar, e rrezikshme për ekuilibrin psikologjik të banorëve. Dhe atëherë ndodhi ajo që rrallë ndodh, produksioni mbylli transmetimin live. Për publikun, ekrani u errësua. Muzika u pre. Një ndërprerje e papritur, e ftohtë, që la më shumë pyetje se sa përgjigje. Ishte një vendim i rëndë, por i dom. Në çdo edicion të Big Brother ekziston një moment kur loja ndalon së qeni thjesht spektakël dhe kthehet në një provë karakteri. Jo sepse dikush fiton një sfidë apo humb një nominim, por sepse dikush vendos të flasë. Të flasë pa filtra, pa strategji, pa frikë nga pasojat. Përballja mes Oltës dhe Limitit ishte pikërisht një nga ato çaste kur fjala nuk shërbeu për të sulmuar, por për të zbuluar. Olta nuk foli papritur. Ajo nuk shpërtheu nga një moment xhelozie apo nga një nerv i çastit. Fjala e saj ishte e grumbulluar, e mbajtur brenda për ditë të tëra, ndoshta për javë. Dhe kur më në fund doli e plot, e prerë, e drejt për drejt. Ajo i tha Limitit atë që, sipas saj, ishte bërë tashmë e dukshme, se lidhja e tij me Dolcen nuk ishte më një afërsi e paqartë loje, por një marrëdhënie që t'i kalonte kufijtë e sinqeritetit dhe të respektit ndaj të tjerëve dhe ndaj vetë publikut. Thelbi i akuzës nuk ishte thjesht afrimiteti. Ishte ritmi, përsëritja, padurimi. Ti sapo mbaron këtu, vrapon tek ajo. Një fjali që mbart më shumë se sa fjalë. Ajo nënkupton varësi, mungesë kontrolli, por mbi të gjitha mungesë transparence. Olta nuk po fliste vetëm për atë që ndodhte brenda shtëpisë, por për atë që ajo besonte se do të ndodhte edhe jashtë saj, një vazhdimsi e një sjelljeje që nuk fshihej më pas kamerave. Ky ishte momenti kur Olta ia plasi në sy. Jo me sharje, jo me tone të ulta, por me një qetësi që dhem më shumë se britma.
Sepse kur dikush të thot një të vërtet pa ngritur zërin, nuk ke ku të fshihesh. Limiti u gjend përballë jo vetëm Oltës, por përballë një pasqyre ku reflektoi ajo që ai kishte zgjedhur të tregonte dhe ajo që kishte zgjedhur të fshehte. Reagimi i limitit ishte po aq domethënës sa fjala e Oltës. Nuk pati një mohim të fortë, as një mbrojtje të strukturuar. Pati hutim, shmangje, një përpjekje për ta zbutur situatën pa e përballur thelbin. Dhe pikërisht këtu qëndron pesha e vërtetë e kësaj përplasjeje. Kur një akuzë është e gabuar, njeriu reagion. Kur është e saktë, njeriu shpesh hesht. Eseja e këtij momenti shkon përtej 3 personazheve. Ajo hap një debat më të madh mbi moralin në reality show, mbi kufirin mes ndjenjës dhe përdorimit të ndjenjës, mes spontanitetit dhe llogaritjes. Olta, me fjalën e saj, sfidoi një model të njohur, atë të marrëdhënieve që krijohen jo domosdoshmërisht nga dashuria, por nga nevoja për mbështetje emocionale, për aleancë, për një strehë brenda dhe jashtë lojës. Ajo nuk e akuzoi limitin vetëm se ishte afër Dolces, por se ishte i pandershëm në mënyrën si e paraqiste këtë afërsi. Sepse në sytë e Oltës, problemi nuk ishte ndjenja, problemi ishte mohimi i saj. Loja bëhet e rrezikshme kur njerëzit nuk pranojnë atë që janë duke bërë, por e maskojnë si diçka tjetër. Publiku e ndjeu këtë përballje si një çlirim. Jo sepse dikush u sulmua, por sepse dikush guxoi të artikulojë atë që shpesh mbetet nën kuptim. Olta nuk u përpoq të dilte e bukur, as e pranueshme. Ajo zgjodhi të ishte e vërtetë. Dhe kjo, në një amë. Rikthimi i Elionës në shtëpinë e Big Brother Kosova shënon një nga momentet më emocionale dhe më domethënëse të këtij edicioni. Pas një periudhe shqetësimi, pasigurie dhe pritjeje të gjatë, lajmi se ajo është kthyer në gjendje të mirë shëndetësore nga Spitali Amerikan ka sjellë lehtësim jo vetëm për banorët e shtëpisë, por edhe për publikun e gjerë që e ka ndjekur rrugëtimin e saj me vëmendje dhe ndjeshmëri. Gjithçka nisi pa pritur. Brenda mureve të shtëpisë së Big Brother, ku zakonisht dinamika karakterizohet nga debate, emocione të forta dhe përplasje karakteresh, situata e Elionës solli një ndalesë të heshtur. Një moment kur loja u la mënjan dhe njerëzorja mori përparësi. Largimi i saj drejt Spitalit Amerikan u shoqërua me pasiguri, me pyetje të shumta dhe me një heshtje që fliste më shumë se çdo fjalë. Spitali Amerikan u bë për disa ditë vendi ku shpresa dhe profesionalizmi u ndërthuren. Aty, Eliona mori kujdesin e nevojshëm mjekësor, nën vëmendjen e një stafi të specializuar, duke kaluar çdo procedurë me qetësi dhe durim. Burime pranë produksionit konfirmuan se gjendja e saj u stabilizua shpejt dhe se reagimi ndaj trajtimit ishte pozitiv, çka hapi rrugën për një rikthim të sigurt në shtëpinë më të famshme në Kosovë. Rikthimi i saj nuk ishte thjesht një hyrje fizike në shtëpi. Ishte një kthim emocional. Hapat e Elionës në pragun e derës së Big Brother mbartnin një simbolik të fortë, rikthimin e forcës, të vullnetit dhe të dëshirës për të vazhduar aty ku e kishte lënë. Banorët e pritën me përqafime, me lot gëzimi dhe me një ndjenjë solidariteti që rrallëherë shihet në një format kaq konkurrues. Për disa çaste, shtëpia ndryshoi frym. Zërat u ulën, debatet u shuan dhe vëmendja u përqendrua tek një gjë e vetme, mirëqenia e Elionës. Ky moment tregoi se përtej lojës, strategjive dhe nominimeve, Big Brother mbetet një eksperiment njerëzor, ku shëndeti dhe jeta janë mbi çdo rregull loje. Vet Eliona, e qetë dhe e emocionuar, falenderoi publikisht stafin mjekësor të Spitalit Amerikan për kujdesin profesional dhe njerëzor, si dhe produksionin për mbështetjen e vazhdueshme. Ajo theksoi se kjo përvojë e ka bërë më të fortë dhe më të vetëdijshme për rëndësinë e shëndetit mendor dhe fizik, sidomos në kushte presioni të vazhdueshëm si ato të Big Brother. Publiku reagoi menjëherë. Rrjetet sociale u mbushën me mesazhe mbështetjeje, komente pozitive dhe urime për shërim të plotë. Shumë ndjekës e pan rikthimin e Elionës si një shembull force dhe qëndrueshmërie, duke e konsideruar atë një nga figurat më njerëzore të këtij edicioni. Përkrahja e publikut u kthye në një energji shtesë për të, një motivim për të vazhduar rrugëtimin e saj me më shumë qetësi dhe fokus. Nga ana tjetër, produksioni i Big Brother Kosova u vlerësua për mënyrën se si e menaxhoi situatën, duke vendosur shëndetin e banorëve mbi çdo nevojë televizive. Ky vendim përforcoi besimin e publikut se formati nuk është vetëm spektakël, por edhe përgjegjësi. Rikthimi i Elionës nga Spitali Am. Alba nuk e ngriti zërin menjëherë. Dhe kjo ishte shenja më e qartë që situata kishte shkuar shumë larg.
Ajo rinte përballë Limit me duart e mbledhura, shikimin e fiksuar, sikur po përpiqej të mos shpërthente. Në shtëpi kishte një lloj qetësie të rreme, ajo qetësi që vjen vetëm para stuhis. E di çfarë më dhem më shumë? Fillon ajo më në fund. Jo ajo që ndodhi, por ajo që lejoje të ndodhte. Limi përpiqet të flasë, por Alba nuk e lë. Tashmë fjalët i dalin njëra pas tjetrës, të mbledhura prej ditësh. Kur nuk jam mirë. Kur jam e ngarkuar. Kur më sheh që jam e mbyllur në vetvete, si ke mundur të lejosh që Benita, Dolce, Eliona të afrohen kaq shumë? Jo për xhelozi, Limi. Për respekt. Zëri i saj dridhet, por nuk thyet. Ajo nuk po qan. Kjo është zemërim i pastër, i ftohtë. Ti e di shumë mirë që unë nuk kam pasur forcë këto ditë. Dhe pikërisht atëherë ti zgjedh të jesh i qetë, i hapur, i afërt me të tjerat. Ndërsa mua më shikon nga larg. Limi merr frym thellë. Unë nuk kam bërë asgjë gabim, thot ai. Nuk kam kaluar kufi. Gabimi yt është se nuk i ke vënë kufit, ja pret Alba. Sepse kur një grua nuk ndihet mirë, burri që i qëndron pranë nuk shpërndahet. Qëndron. Edhe kur është e vështirë. Në atë moment, disa nga banorët e tjera ndalen, e ndjejnë peshën e debatit. Nuk është më një grindje çifti, është një përplasje vlerash. Limi mbledh supet. Unë jam shkuar për krah femrave të shtëpisë sepse këtu të gjitha janë në presion. Nuk kam dashur të përjashtoj askën. Alba qesh shkurt. Jo nga humori, nga shgënjimi. E shikon? Pikërisht kjo. Gjithmonë në të gjitha. Kur unë. Kur unë jam keq, nuk dua që ti të jesh hero i shtëpisë. Dua që të jesh njeriu im. Heshtje. Një nga ato heshtje që zgjasin më shumë se fjalët. Ti ke qenë aty për të tjerat, vazhdon Alba. Ke dëgjuar, ke buzëqeshur, ke dhënë mbështetje. Ndërsa unë kam parë nga larg dhe jam ndjerë e tepërt. Sikur po kërkoja diçka që s'ma ke më borxh. Limi duket i ndarë mes mbrojtjes dhe f. Ai, nuk kam dashur të lëndoj. Por e ke bërë, i thot ajo qetë. Jo me veprime të mëdha. Por me mungesë. Debati nuk shpërthen. Ai zgjatet. Rrotullohet. Kthehet në të njëjtat pika. Alba flet për ndjesinë e të qenit e lënë mënjan. Limi flet për nevojën për të qenë korrekt me të gjithë. Askush nuk ka plotësisht gabim, dhe pikërisht kjo e bën më të dhimbshme. Unë nuk po të kërkoj të largohesh nga njerëzit, thot Alba në fund. Po të kërkoj të dish ku qëndron kur unë nuk jam mirë. Limi e shikon. Për herë të parë, nuk ka përgjigje të menjëhershme. Në shtëpi, energjia ka ndryshuar. Benita, Dolce dhe Eliona ndihen të përfshira pa dashur. Askush nuk flet. Sepse të gjithë e kuptojnë që kjo përplasje nuk ka të bëjë me to, ka të bëjë me një grua që kërkon vendin e saj dhe një burr që nuk e kuptoi në kohë. Debati nuk mbyllet me pajtim. As me ndarje. Mbyllet me një distancë të re, më të qartë, më të rrezikshme. Sepse tani, të dy e dinë çfarë i mungon tjetrit, dhe pyetja nuk është